Jetë që tregoj që ky model është të kthej bumerang Bashkimin Evropian. Gjithë media perëndimore janë kthyer këtë videon e kanë dhënë gjithë media perëndimore. Po. Dhe gjithë nuk kanë thënë që dhe nuk kanë thënë që dhe nuk kanë thënë është një skenar i dikujt në Shqipëri që ja ka me hile dikujt atje. Jo më e kanë thënë. Kanë thënë protestë masive qytetarëve kundër korrupsionit nivelit lartë në Shqipëri. Atëre, duke marrë që kjo ka prapavija të tjera, edhe si thua zhgënjime, edhe shumë stresa të tjera, çfarë interesi ynë kombëtar sot është në mes të garës për integrimin dhe kur fqinji jon që është fqinj që është i mësuar, edhe pse kemi shumë të dashur, na ka pritur 600.000 vetë, i jemi mirënjohës, edhe pse nuk po na jep pensionet si na i dha fqinji tjetër. Po, për një drejtat i procesi. Praktikisht politika greke thotë që jemi drejt aty. Si thua përmend te Afrimi me të drejtë, po të ishte mirë se ka lënë kockat shqiptare aty minimumi që mund t'i ofrojë kaq është. Por ama, i dashur Andrea, neve ku është interesi jon sot kombëtar? Ta qetësojmë situatën, sepse nuk fitojmë asnjë gjë nga përshkallëzimi. Protesta e sotme mund të ketë protestë dhe nesër, as që diskutohet sepse edhe i bëjnë mirë shëndetit demokracisë protestat, sigurisht. Protestat kur janë paqësore, ku ti gjesh mëngjes drejt darkë ta kemi në vend të ushqimit. Por interesi jon kombëtar sot ku është? Të qetësohet situata sepse imazhi i Shqipërisë që po hyn është në prag të hyrjes në familjen e madhe, është gjë më e shtrenjtë. Jo aq në prag zoti Çoçoli se bëm. Ore le të vonojnë edhe 3 vite ato 4 miliard, edhe pse për mua më se bëjmë si opozita thotë jemi te kilometri fundit, këta thonë jemi në prag 3 miliardë sigur. Opozita ne jemi në narkoshtet. Si mundet Brukseli të konsiderojë për antarësi të Ballkanin në Europë quhet prag. Ma thuaj ti logjikën e kësaj pune. Po megjithatë edhe një Kolumbi të dytë në Evropë, si mund ta konsiderojë Brukseli? Ta bëj antare. Se ka bërë akoma antare? Me para e ke bërë, sepse zotrote ose unë ose kushdo tjetër që mund të ketë një fëmijë jashtë e çon Departamenti Amerikan i Shtetit zoti Çoçoli ka tjetër mendim. €7 sa ja çojnë përpara. Tani e çon me €2. Sa i takon narkotrafikut, Departamenti Amerikan i Shtetit ka tjetër mendim aman, ju e dini. Edhe një herë. Atë që Departamenti Amerikan i Shtetit nuk të thotë që je vend narkoshtet, të thotë që ti po trafikon, nuk jemi vendi i vetëm. Po të ishim narkoshtet, e di se ku do ishim në atë listën gri të Manivalit, do ishim ke lista e zezë. E di ku që është ke lista e zezë sot që flasim? Turqia. Turqia trafikon 100 herë më shumë se ne, sepse është pozicioni strategjik i saj dhe bizneset që ka mafia turke. Po nga ana tjetër, ne duhet të dim diçka. Nuk jemi narkoshtet, nuk jemi të denjë, as që diskutohet, që të futemi, po nuk ishin të denjë as bullgarët, as rumunët. Apo jo, duhet i pranojmë këto gjëra. Prandaj, momenti është i tillë, ta qetësojmë këtë situatë sa më shumë dhe të ndihmojmë. Unë do ftoja qeverinë të ndihmojë të gjitha ato familja që ndihen të zgënjyera nga e drejta e pa marrë, e pa fituar, e punës në zvërnec. Zoti Çoçoli, se ndryshe u sollën me nivjotët tanë, nivicjotët. Dhe çfarë bën nivicjotët? Në moment i shkuan edhe ishin gati duke e vrarë të revoltuar atë eskavatoristin e klubit mesdhetar. Edhe na iku shansi aty. 80 nivicjot, 80 familje, shteti jon ti kishte rimbursuar. Dhe do ishim sot me një pel tjetër të jonit. Teksa ne flasim duke se 100 milion euro investime. Kryeministri ka dhënë disa përgjigje, sipas tij përgjigje, ta anulloj projektin, thot, për këtë i thirret në protestë njerëzit e mirë që ju erdhën pas edhe sot. Dakord jam, ma sillni projektin dhe anullojmë. Po si bëhet që ju s'keni çfarë sillni sepse nuk ka projekt. E dini pse nuk ka projekt, sepse projekti po punohet nga 5 studio ndër më prestigjioset në botë. Së shpejti, kur projekti të jetë gati, patjetër që do ta prezantojmë publikisht, siç bëjmë gjithnjë me projekte më dha të arkitekteve ndërkombëtar, aq më tepër për një investim historik si ky. Kështu që më vjen keq, po s'kemi projekt për të anulluar. Po me Izraelin që ka marrë zvërnecin për ta bërë geto palestineze. Akoma do vazhdoni? Pra, do t'i keqpërdorni akoma ndjenjat e qytetarëve të mirë pa dallim feje ideje që e duan me gjithë zemër Shqipërinë dhe natyrën e saj, ata dalin në rrugë për këtë ndjenjë të prekur nga manipulimet tuaja për gjoja shkatërimin e natyrës, po kursesi jo për të fyer kujtimin legjendar të gjyshërve tanë mysliman e të krishterë që i dhanë Shqipërisë vendin e nderit në luftën e dytë botërore duke
i mbrojtur hebrejnë me jetën e tyre. Ata duhet të dinë të vërtetën e bukur se bashkëinvestitorët e sipërmarrjes më të madhe turistike në mezeun e sotëm të Europës, atje në Zvërnec, janë miq të çmuar amerikanë të Shqipërisë dhe miq nga Katari, këta të fundit bashkëpronar, ndërkohë që vazhdon reagimi i kryeministit, i cili sigurisht që është akoma dhe i gjatë për të bërë një sqarim edhe praktikisht edhe për t'i dhënë një kundërpërgjigje protestës së zhvilluar këto 2 ditë nga shoqëria civile, gazetarë, njerëz të cilët të shqetësuar kanë reaguar për situatën e Zvërnecit.